Si shpjegohet që shqiptarët kanë shumë sukses jashtë, në emigracion, atje ku kanë punuar, atje ku shkojnë, dhe kanë më të vështirë të kenë një lloj suksesi në Shqipëri. Nëse sheh librat e Perandorisë Osmane, pothuajse pjesa më e madhe e administratorëve shqiptar, pra administratës që vinë dhe më origjinë nga Shqipëria, ka drejtuar vende me sipërfaqe të jashtëzakonshme, nga bota arabe në lindjen e mesme e gjithë. Ka pasur guvernatorë si Vaso Pasha i Libanit, si Mehdi Frashëri i Jeruzalemit e tjerë. Ndërkohë që nëse shef emigracionin shqiptar të mas 90-s mund të gjej shqiptar të jashtëzakonshëm, të pasuruar, shkencëtar, doktor, njerëz cilët kanë pasur sukses. Si shpjegohet që shqiptarët e gjejnë kryesisht suksesin jashtë Shqipërisë? Është një prej pyetjeve që ja kanë bërë edhe shumë prej rilindasve vetes. Si shpjegohet pra që shqiptarët janë kaq suksesshëm jashtë dhe kaq problematik brenda, sidomos me njëri tjetrin? Jepini ju përgjigje.